Në vitin 71, shkolla e mesme u shkëput nga shkollat e vjeçare edhe vazhdoi të punoj pavarur veç. Disa aktivitete, si aktivitete kulturore, aktivitete shkencore, konkurse të ndryshme, olimpiade të ndryshme, i kemi pasuruar me disa materiale që kemi ekspozuar këtu dhe me pjesën tjetër të materialeve që i kemi të vendosura në këto albumet që shoqërojnë stendat. Në ato vite, shkolla punon me një sisteme të alternuar të punës mësimore, të punës prodhuese edhe të stërvitjes ushtarake. Për punën mësimore kemi stendin që folëm edhe disa stenda pasardhëse. Në këtë stendi kemi përgatitur punën që është bërë në drejtim të komponentit që quhesh atëherë punës prodhuese. Filloi kjo punë me ndërmarrjet e rrethit që ishte në atëherë si në parkun automobilistik, në ndërmarrjen e ndërtimit, u ndërtua pastaj këtu në shkollë baza prodhuese ku kishim disa instruktor si të marangozisë, të punës me metale. Kjo baza prodhuese e shkollës që ishte frut i punës nxënës dhe të mësuesve, u inaugurua në vitin 1974 edhe shërbeu për zhvillimin normal të orëve të mësimit teorik. Për pjesën praktike përdoreshin edhe ndërmarrjet e qytetit. Si brenda qytetit edhe në ndërmarrjet bujqësore e në të tjera që kishin. E gjithë kjo punë ishte planifikuar, si thoshe studiuar me imtësi, sipas javëve që zinte secili për këtyre komponenteve, me një grafik alternimit të këtyre tre komponenteve, i cili zbatohesh me rigorozitet që të mos kishte përplasje dhe të mos pengonte njëra tjetrën. S'kishim asnjë problem, nxënësit e pritën mirë edhe i përgjigjeshin, ishin bërë shembull edhe i punës tyre, i disiplinës së tyre, i edukatës së tyre, edhe në kolektivat e punonjësve të ndërmarrjeve ku ata shkonin për të bërë punën prodhuese. Dëgjonim prej punonjësve të ndërmarrjeve fjalët më të mira. Si në përvetësimin e disa njohurive të para për disa profesione, ashtu dhe në sjelljen dhe në qëndrimin e tyre në kolektivat e tyre punonjësve. Kjo stendi kushtohet punës në aksionet kombëtare dhe lokale që kanë zhvilluar nxënësit e shkollës tonë. Këto aksione kanë filluar në vitin 1965 në Çuk, ku kryesisht në frontin e bujqësisë, kanë vazhduar me aksionet kombëtare në Kurudhën Rogozhin Fier, në Kurudhën Elbasan Librazh dhe në metalurgjikun e Elbasanit. Ne këtu nëpërmjet një arte dhe fotografive kemi treguar punën dhe vendet ku kanë lëvizur, ku kanë shkuar nxënësit tanë për të kryer këto aksione. Duhet theksuar se gjithmonë nxënësit tanë janë dalluar për një punë cilësore, tepër voluminoze, kanë realizuar të gjitha ato objektiva që ju janë vënë nëpër këto aksione, kanë qenë një shembull i shkëlqyer i sjelljes dhe i mobilizimit në punë dhe për këtë, për 2 herë jashtë nga presidiumi i Kuvendit Popullor, organizata e rinisë së shkollës në vitin 1968 dhe në vitin 1974 është dekoruar 2 herë me medaljen e punës së klasës së dytë për rezultate të larta. Në front tjetër që ku kanë punuar nxënësit tanë gjatë këtyre viteve kanë qenë aksionet e ndryshme, si ai në Çuk, në Vrin, në Manastir, në Voloder, pranë stadiumit të qytetit të Sarandës, në Buf, në Dhivër për zhdukjen e pasojave të tërmetit, në Muzin, në Drovjan, në Pecë, në Bregdet, në Kardikaq, në Ksamil, në Leshnicë dhe në shumë vende të tjera dhe kudo qoftë aksione lokale, qoftë aksione kombëtare, puna e nxënësve tanë ka qenë shëmbëllore dhe jo vetëm puna, por dhe jeta që ata kanë zhvilluar i ka afruar njëri me tjetrin dhe ata kanë kujtime dhe sot nga më të mirat në këto aksione.
një nga detyrat kryesore që u shtrua shkollës pas vitit 1975 ka qenë forcimi cilësor i saj. Për këtë arsye, Ministria e Arsimit ka zhvilluar mjaft konferenca dhe shumë aktivitete të tjera të cilat i kanë shërbyer arritjes së këtij qëllimi. Këtu flitet në stend për kalueshmërinë e shkollës në këto vite, për rritjen e notës mesatare të nxënësve në shkollë dhe sidomos për kalueshmërinë e nxënësve tanë në universitet e kanë bërë një figurë mjaft të mirë. Këtu tregohen orë të ndryshme mësimi nga mësuesët të cilët kanë bërë përpjekje të vazhdueshme për rritjen e tyre profesionale në ato vite. Në këtë kohë, në këtë shkollë kanë punuar dhe kanë dhënë një kontribut të çmuar edhe 4 mësues të merituar, duke filluar që nga zoti Bardhyl Xhama që ka qenë dhe një drejtues i kësaj shkolle, Dhambi Marto, Përpari Musai e Pandeli Papa. Një iniciativë mjaft e vlefshme që i ka shërbyer rritjes dhe forcimit cilësor të shkollës ka qenë forcimi i bazës materiale. Ky aksion, i cili filloi që në fund të viteve 60 dhe vazhdoi gjatë gjithë periudhës deri në vitet 90, ka qenë mjaft i suksesshëm në shkollën tonë, e cila ishte në pararojë të gjitha shkollave të vendit dhe këtu u ngritën një sër laboratorësh, kabinetesh tepër funksional që i shërbyen forcimit që 69 dhe ishte deri në vitin 1991 që ishte stërvitja ushtarake. Ishte një nga komponentët e atij trekëndshi të famshëm revolucionar që quhesh për nxënësit dhe nxënësit tanë kanë arritur rezultate mjaft të mira. Në fillim shkolla ka qenë e profilit artilleri, pastaj ajo kaloi në profilin këmbësori. Kjo stërvitje e grupuar bëhesh ose pranë shkollës në 2 vitet e para, ose në trajt fushimi në disa nga vendet e caktuara në rrethin e Sarandës. Por kudo, nxënësit tanë kanë arritur të gjitha ato objektiva që vjeshin në këtë komponent. Dhe gjithashtu bëhesh dhe një jetë e gjallë në përgatitjen ushtarake me konkurse, me shfaqje artistike, me shkrime, të cilat i shërbenin pikërisht kësaj lëvizje. Ky komponent ka funksionuar deri në vitin 1991, që pas ndryshimeve që pësoi vendi, ai u hoq nga programi i shkollës. Megjithatë, ne e kemi pasqyruar si një pjesë të historisë së kësaj shkolle së bashku me aksionet dhe punën prodhuese. Sporti ka qenë gjithmonë i dashur për të gjithë nxënësit e shkollës, për të gjithë mësuesët dhe nga gjiri i nxënësve dhe mësuesve të kësaj shkolle kanë qenë me dhjetra ata që kanë përfaqësuar me një dinjitet ngjyrat e klubit sportiv Butrindi në veprimtarisë që ishte noti, futbolli, basketbolli, voleybolli, qitja dhe atletika. Por mbi të gjitha ka qenë noti ai që ka vendosur për gjithçka. Dhe jo më kot mund të themi që nga gjiri i kësaj shkolle ka dalë me dhjetra notarë të cilët kanë qenë rekordmen të Shqipërisë dhe kanë përfaqësuar dhe vendin tonë në veprimtari të ndryshme ndërkombëtare. Ne këtu kemi pasqyruar nëpërmjet grafikëve, fotove, materialeve të tjera nga gazetat, atë që është bërë në shkollë për lëvizjen sportive. Kjo jetë e gjallë e cila vazhdon edhe sot ka qenë një traditë dhe është mirëpritur nga të gjithë nxënësit. Janë të shumta veprimtarit marshimet e ndryshme që ka zhvilluar nxënësit e shkollës tonë në vende të ndryshme, duke filluar që nga Sopoti, nga Cerkovica, deri në Konispol, Lukov, Ksamil, Butrind. Janë të shumta veprimtarit manifestimet gjimnastikore që shkolla ka zhvilluar në fund të viteve të nxënësve. Janë botuar gazetat e shkollës dhe mbi të gjitha në vitin 2006 shkolla është nderuar për rezultate të larta në maturën shtetërore dhe me prizmin e artë të Ministrisë së Arsimit. Rezultate të mira ka pasur gjatë kësaj kohe edhe me rezultatet e olimpiadave, sidomos në ato të shkencave natyrore. Dhe për të gjitha këto, shkolla është nderuar edhe si qytetare nderi nga ana e Bashkisë së Sarandës.
Dhe shkolla ka punuar me shumë projekte të cilat kanë qenë shumë të rëndësishme për shkollën, si ai i projekti shkollave të shoqërizuara të UNESCO-s, projekti i UNESCO-s për edukimin ndërkombëtar për bashkëpunim dhe paqe, projekti i lidhjes për problemet e mjedisit rajonal në kuadrin e mesdheut juglidor, projekti të mësojmë kompjuterin, projektet me ADP-n si ai i Kualidës, antologjia poetike, burime dhe ulëmtime historike, përdorimi tezave me zgjedhje dhe projekte të tjera ku shkolla e ka thënë fjalën e saj me shumë efikasitet. Për të gjitha këto rezultate mund të themi se kanë meritën e tyre stafet e mësuesve, po në radhë të parë e kanë mirat e nxënësve të cilët kanë qenë protagonist të jetës së kësaj shkolle. Pikërisht këtu në këtë stend ne kemi pasqyruar disa nga veprimtaritë e të rinjve të kësaj shkolle në vite, duke filluar që nga dekorimet e saj, aksionet, marshime të ndryshme në konkurse, në olimpiada, krijimin e qeverisë nxënësve për ta organizuar vetë ata jetën, senatin e shkollës, shfaqje artistike, olimpiada dhe shumë veprimtari të tjera, të cilat kanë gjithmonë në qendër të vëmendjes rinin, sepse ajo ka qenë gjallëria e shkollës dhe që ka meritën kryesore në arritjen e këtyre rezultateve. Gjatë gjithë viteve të shkollës, zhvillohesh një aktivitet shumë i gjallë kulturor-artistik, që u shërbente vetë nxënësve, vetë pjesëmarrësve në këto aktivitete, po që i shërbente edhe edukimit, si të kolektivit të shkollës, ashtu edhe të masave të qytetit, para të cilëve jepeshin në këto shfaqje. Jemi munduar që të paraqesim shkurtimisht aktivitetet nga mësuesit që para 60 vjetës, me krijimin e atyre brigadave kulturore, që nga aktivitetet të tjera që janë zhvilluar gjatë viteve, dhe të gjitha këto i kemi përmbledhur në një tabel këtu, që tregon më së miri pasurinë e madhe të kësaj veprimtarisë së jetës së shkollës. Konkretisht, në vitin 64 u përgatit një koncert i bukur artistik. Në 65 u vu në skenë drama Mbretëresha e Akullit. Në 66 koncerti fjalës artistike. Në 67 shfaqje estrade. Në 69 koncert në Butrind. Në